Në një nga garat më të rëndësishme politike lokale në Zvicër, emri i përparim Avdilit po të rrej gjithnjë më shumë vëmendje. Kandidati për Bashkinë e Zyriut nga Partia Liberale, Avdili shihet si një nga figurat më interesante të kësaj gare, duke sfiduar kampin e majt me një profil politik jo konvencional dhe një histori personale tepër frymëzuese. Mes 4 kandidatëve në garë, ai u përzgjodh nga bordi i FDP-s si kandidati për kryetar bashkie. Zgjedhjet do të zhvillohen më 8 mars, ndërsa Avdili ka nisur fushatën që në fund të tetorit, me njerë pasi mori nominimin nga partia e tij, duke theksuar se dëshiron që Zyriu të zhvillohet më tej dhe të perceptohet si një metropol i vërtet europian. Në skenën politike zvicerane, favoriti konsiderohet Rafael Golta, por vetë Avdili e sheh këtë si një motivim shtesë, duke u ndier i vlerësuar që konsiderohet rival i fortë në garë. Media prestigjioze NZZ e ka cilësuar si një fenomen politik shqiptarin, duke e përshkruar si një provokim në lëvizje për establishmentin social-demokrat, ndërsa artikulli ndalet gjatë tek rrugëtimi i tij jetësor, nga historia e emigracionit të familjes deri te kandidimi për një nga qytetet më të rëndësishme të Europës, si kulturalisht ashtu dhe ekonomikisht. I lindur në një familje emigrantësh me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Avdili u rrit në Zvicër. Baba i tij fillimisht punoi si punëtor sezonal dhe më pas mori me vete të gjithë familjen. Ai ka treguar shpesh se familja u kujdes që fëmijët të mos harronin gjuhën shqipe dhe traditat shqiptare. Rruga profesionale e Avdilit nuk ka qenë lineare. Në moshën 18 vjeçare nisi shkollën për mekanik makinash, por më pas e braktisi këtë drejtim. Pasi punoi në postë, ai ndoqi kurse në shkollën e biznesit dhe hyri në sektorin bankar, pavarësisht mungesës fillestare të eksperiencës. Më vonë punoi në banka të tjera dhe u vetpunësua si konsulent për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, duke ndërtuar një karrierë të suksesshme në financë. Avdili ka folur hapur edhe përpara gjykimit që ka përjetuar në rini, kur gjatë praktikës si mekanik është etiketuar me stereotipe për shkak të origjinës së tij, përvoja që sipas tij e kanë forcuar karakterin dhe ambicien. Në jetën personale, ai bashkëjeton me partneren e vet dhe ruan lidhje të forta me identitetin dhe kulturën shqiptare. Një element i veçantë i fushatës së tij është ndërthurja e politikës me artin dhe kulturën urbane. Në bashkëpunim me reperin Arber Rama, ai mori pjesë në një këngë të krijuar në kuadër të prezantimit të programit elektoral, një projekt që synon të lidhet me qytetarët përmes historive reale dhe jo sloganeve politike.